Gaforia. Kënga Smell Like Teen Spirits e grupit Nirvana, këngë e vitit 1991, që pak a shumë shqip do të thot aroma e shpirtit adoleshent, në fillim të vitit 1992 ishte në krye të klasifikimeve botërore si të publikut, ashtu dhe të kritikës muzikore. Sot është një nga këngët që ka bërë historinë e rock'n'rollit. Megjithatë, lindja e kësaj këngë pati ca probleme. Kur Kurt Cobain, lideri i grupit Nirvana, ja çoi këtë këngë, këtë motiv, ta dëgjonte basisti i grupit Chris Novoselic dhe bateristi Dave Grohl, ata e quajtën këngë mediokre dhe nuk e vlerësuan. Kurt Cobain insistoi që ta luani një herë ashtu së bashku dhe mbasi e gjysmore, tortura kaloi në qef dhe secili filloi t'i shtonte në një gjë nga vetja. Mbas një ore ishin aty të tre që po luanin muzikë pa u ngopur disa herë rresht, duke luetur këtë motiv disa herë rresht. Kjo është edhe situata, gjendja jote në ditët në vazhdim e dashur Gafore. Dëgjoje me kujdes një ide që do të t'japin, edhe pse në momentin e parë nuk do të duket gjë, kjo nuk do të thotë që të mos bindesh. Edhe po të bindi, vazhdo të dëgjosh të kuptosh se çfarë vlerash ka.